Është vetëm 13 vjeqe. Keni pasur rast ta shihni tek The Voice, ndërkaq së fundmi në këngën magjike. E kam fjalën për këngëtaren e mrekullueshme të voglën Daniela, e cila vjen sonte në prive për herë të parë për të na shpalosur më shumë detaje për jetën e saj. E ndjekim bashkë në vazhdim materialin nga Artan Telako. Përmes këtij inserti u prezantua në publikun shqiptar Daniela Toqe, 13 vjeçaria, e cila rrëmbeu dashurinë e të gjithëve. Audicioni i saj në The Voice theu rekorde, por edhe historia e saj i preku shqiptarët. Shkallat e jetës së Danieles muaj më vonë u përkthye në një këngë të kënduar nga vetë ajo. Që kam pa audicionin e Danieles në The Voice Kids, edhe shoh që ka pafundësisht talente, ka pafundësisht njerëz të cilët këndojnë bukur, pa ama mundësi financiare janë shumë të vogla. Dhe e gjithë ideja e tekstit e muzikës dhe çdo gjë përkon me të kaluarën time dhe me tashmen e Danieles. Është ditë mirë, ishte me sindromën Down, e dua shumë. Por edhe familja e cila më ka mbështetur shumë. Nuk e ke dinë sa jam emocionuar, sepse emocionet më kanë filluar të shënë në performancë. Në refrenin e fundit, unë kam qenë duke u drill, edhe nuk më kanë ndodhur kur. Se unë këngë magjike u bë vite që marr pjesë edhe jam mësuar me skenën, dhe për më tepër e fola dhe me produksionin pasi mbarova performancën, isha shumë në emocion. Dhe fjalët e Adrianës kanë qenë tepër emocionuese. Domethënë të thotë një aktore e tillë që ka gjithë atë popularitet në Kosovë dhe në Shqipëri që më ke ripërtërir 10 vite me këtë muzikë dhe më ke inspiruar që të bëj projekte të mia më të mira, nuk besoj që ka emocion më të madh se kjo. Reagimet pozitive, klikimet e shpërndarjet e shumta kanë rritur përgjegjësinë e artistëve për performancën e gjysmëfinales, e cila këtë herë do të shoqërohet nga më shumë njerëz.